Sëmundjet infektive të zorove, sëmundjet e transmetueshme nga insektet dhe sëmundjet e transmetueshme nga minjët, të cilët janë shumë të pranishëm në raste kur ka gjendje të tillë me mbeturinat. E rrezikojnë vendin nëse situata me mbeturinat e shumta vazhdon të mbizotrojë në kryeqytet. Kështu kanë bërë të ditur nga Instituti i Shëndetit Publik. Epidemiologu Dragan Koqinski i shpalosi rekomandimet dhe masat e Institutit të Shëndetit Publik drejt qytetarëve dhe institucioneve me qëllim të mbrojtjes nga situata kaotike me mbeturinat. Ruani higjienën personale, përdorni doreza, maska, lani duart, përdorni dezinfektues duarsh pasi të hidhni mbeturinat. Hudhni mbeturinat në mënyrë të përgjithshme në kontenjer. Për zgjedhje, mbledhje dhe asgjësim kujdesshëm me mbeturinave, mbyllni kapakët e kontejnerëve kur hidhni mbeturinat, shmangni kontaktin fizik të pambrojtur me mbeturinat e kështu me radhë. Duke folur për institucionet, ai tha se duhet të bëhet largimi urgjenti i mbeturinave në qytet, të cilat e rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Largim urgjent dhe menjëhershëm i mbeturinave të shpërndara në dhe jashtë kontejnerëve, me gjitha burimet teknike, njerëzore dhe financiare në dispozicion. Mobilizim urgjent për mbledhjen dhe largimin e grumbujve më të mëdhenj në zonat e populluara, me ekspozimin më të lartë përparësi spitalet, shtëpitë e pleqve, shkollat fillore dhe të mesme, parqet dhe këndet e lojrave. Shpërlarje, deratizim dhe dezinfektim urgjent dhe jashtëzakonshëm i vendeve me mbeturina të shpërndara dhe kontejnerëve. Nga Instituti i Shëndetit Publik theksuan se momentalisht gjendja me epidemit është stabile, por paralajmëruan se gjendja mund të përkeqësohet nëse situata vazhdon të jetë e tillë edhe më tej.